Vitality Vibes në Top Albania Radio. Mirë mbrëma miq, mirë se erdhët në Top Albania Radio në Vitality Vibes, një emision I cili I kushtohet shëndetit dhe çdo të shtunë ne kemi një të ftuar I cili flet për mjekësinë. Por sot në fakt do ta kapim ndryshe. Sot do ta kapim jo nga një mjek, por do ta kapim nga një person I cili është shumë I rëndësishëm në botën e sportit dhe që patjetër ka kontakt edhe me sportistët, edhe me mjekët. Për herë të parë në fakt një personazh si presidenti I Komitetit Olimpik Shqiptar, zoti Fidel Ylli, I cili është sot këtu me mua dhe do flasi për mjekësinë sportive. President, mirëmbrëma dhe faleminderit që je në Vitality Vibes në Top Albania Radio. Mirëmbrëma, I vimi se gjeta dhe me kënaqësi ka marrë sot. Në fakt është edhe për mua kënaqësi e veçantë se ne të dy do ndajmë shumë informacione për sa I përket fushës mjekësisë sportive për antidopingun dhe është shumë e rëndësishme se si e shikon një president I cili përfaqëson Komitetin Olimpik Shqiptar dhe që ka një mori kontaktesh me sportistë, me presidentë të tjerë, por edhe me mjek, jo vetëm në ato që ne shikojmë kur vijnë ato 4 vitet e pjesëmarrjes në lojrat olimpike, por edhe në evente të tjera e kështu me radhë. Në fakt unë doja të ndalesha pak për sa I përket fushës mjekësisë sportive. President, si shikoni ju mjekësinë sportive sot në Shqipëri? Tani ju thatë që kemi ftuar president e Komitetit Olimpik. Unë vërtet është nder për mua të drejtoj lëvizjen olimpike kombëtare shqiptare, por unë vi nga sporti. Kam qenë sportist, kam qenë trajner, kam qenë drejtues shefi delegacionit për lojrat olimpike dhe njëkohësisht kam mbaruar dhe Institutin e Kulturës Fizike, ku lëndët më të vështira në atë shkollë, në ato vite që kam mbaruar para viteve 90, kanë qenë anatomia, fizioterapia dhe gjithë të lëndët e mjekësisë, që ishte anatomia dhe gjitha këto ishin lëndë shumë të vështira, që ti duhet të lexoje se ku fillon një muskull, ku mbaron, çfarë funksioni ka, dhe të gjitha ato detajet e trupit të njeriut, sepse Institut I Kulturës Fizike tregon që trupi duhet ketë kulturë, duhet të jetë I mbajtur mirë dhe I stërvitur mirë, I palestruar mirë, që ti të kesh mendje shëndosh në trup shëndosh. Dhe mjekësia sportive për mua si njeri I sportit ka qenë shumë e rëndësishme. Pra nuk ka dhe nuk mund të ketë sport pa mjekësi sportive. Që do të thotë, mjekësia sportive lidhet me një sër aspektesh, lidhet me analizat, që ne edhe unë kur kam qenë sportist në klubin Tirana, na bënin që nga analizat e gjakut, të urinës, matjet, pistat e vrapimit me test për të parë, rrajet e zemrës dhe të gjitha ato analize që kanë qenë domosdoshme. Sot, në këto kohë që ne jetojmë, ku teknologjia ka avancuar shumë, janë teste që për shembull ne si Komitet Olimpik kemi një bashkëpunim me Universitetin e Sporteve, ku të gjithë sportistët elitar ne I çojmë në Universitetin e Sporteve që janë laboratore bashkëkohore që pak vende sot mund I kenë, I kemi ne dhe jemi shumë avangard në këtë pjesë. Që dua të them që ne sportistët përveç që duam të stërviten mirë, të ushqen mirë, po duam t'i bëjmë dhe vizita mjekësore, duhet edhe t'i kulturojmë nga ana e kulturës sportive, që ata duhet t'jenë, domethënë të informuar mirë për sa I përket dhe të çdo ushqimi ose të çdo medikamenti që ata marrin, për arsye sepse lista e dopingut sot ndryshon çdo 6 muaj, çdo 3 muaj, që do të thotë që deri dje për shembull, një medikament që ti nuk e quaj doping, po e merje sepse kishte dhimbje mesi. Dhe në momentin që ti atë medikament nuk e deklaron përpara se ti të hysh në një garë, sot ta quajnë doping. Dhe kemi pasur raste të tilla, ka qenë një rast I një sportistit peshngritjes Erkan Qerima, I cili në analizat e para që bëhen doli si I dopinguar dhe në analizat e dyta doli I pastër. Për arsye të kulturës së tyre që të gjithë trajnerët dhe sportistët tonë nëpërmjet Komitetit Olimpik dhe federatave të tyre duhet të informohen për listën që updatohet dhe ndryshon, që një medikament nuk ka qenë
futur në listën e dopingut, tani është futur. Dhe një aspirin po të marrësh, qofse ti se deklaron, nëse të krijon probleme. Prandaj them që kjo fusha e mjekësisë sportive është një fushë shumë e gjerë që kërkon shumë informacion dhe shumë vëmendje. Në fakt unë edhe unë personalisht jam pjesë e Universitetit Sporteve në aspektin e mësimdhënies dhe di që bashkëpunimi juaj me Universitetin e Sporteve është goxha i ngushtë dhe ç'është e vërtet aty ka vërtet laboratori kërkimore shkencore që i atribuohet edhe sportistëve elitar që patjetër që bëjnë pjesë në ekipet olimpike. Por në fakt unë dua të kuptoj pak, a është në mungesë sot mjeku sportiv? Pra, unë e di që në atë kohë që ju keni bërë shkollën ka pas specializim në fushën e mjekësisë sportive. Sot që është e vërteta në për ciklet universitare nuk ekziston më një specializim në fushën e mjekësisë sportive. Dhe gjithë këto sportista që janë në peshngritje, në basketbol, në volebol, në futbol, në të gjitha disiplinat nuk kanë sot mjek sportiv. Dhe shumicën e rasteve unë shikoj që mbulohen nga fizioterapistët, mbulohen nga infermierë në herë, tek këtu ndonjë mjek i përgjithshëm që ka dalë në pension, po të marrim këto rrethet, pothuajse s'kan mjek sportiv fare. Dhe unë duhet kuptoj, ju kur shkoni në evente, me kë përfaqësoheni? Ne si Komitet Olimpik e kemi prioritet çështjen e mjekësisë sportive dhe unë do të jap një rast për shembull që Komiteti Olimpik ka marrë një projekt që është në vitin e 4 që janë ekipet sportive në shkolla, në volebol, basketbol. Dhe këtë vit kemi futur dhe shaun dhe vitin tjetër do të hyjnë dhe 7 federata të tjera, që është atletika, gjimnastika, judo, taekwondoja, mundja, peshngritja edhe ping-pongu. Të gjithë këto sporte që ne kemi të përfshirë në këtë projekt kaq të madh që bëhet në lëvizjen olimpike në vend, ne kemi një grup mjekësh që ne i masim, i vizitojmë, i trajtojmë të gjithë sportistët dhe kemi një database shumë të gjerë të gjithë sportistëve që marrin pjesë në këto ekipet sportive, që do thotë ne na intereson shumë shëndeti atyre dhe për t'i treguar jo vetëm sportistëve që janë shumë të vegjël, ne kemi që nga mosha 8, 10 dhe deri në moshën 17 vjeç, ku përveç kësaj ne kemi futur dhe një risi tjetër që kemi bërë janë disa kanatiere që janë me çip, që nuk janë holtera siç mund t'i mbaj një futbollist ose një basketbollist. Këto janë disa kanatiere që është shkenca e fundit e teknologjia mjekësisë sportive, që fëmijët i mbajnë gjatë gjumit, i mbajnë në orën e mësimit të veshura, i mbajnë edhe në stërvitje. Dhe nëpërmjet të gjithë lëvizjeve që ata bëjnë, nëpërmjet mënyrës nga cila anë flen gjumë, si kanë rrafjet e zemrës dhe si e kanë oksigjenimin e gjakut, këto ne në fund të një muaji mbasi marrim testin, ne kemi bërë një buletin shkencor për t'ia u dhënë dhe qeverisë shqiptare dhe Ministrisë Shëndetësisë për t'i thënë që ne bëm një projekt pilot me fëmijët në këto mosha, po ju keni mundësi që ta bëni tani me mosha të tjera të popullatës, sepse shumë njerëz nuk e din llojin që kanë të smundjeve, nuk i del në një lloj analize, kjo lloj teknologjia atyre i nxjerr dha ato që nuk i kanë ditur dhe nuk i bëjnë. Prandaj për ne si Komitet Olimpik është shumë e rëndësishme bashkëpunimi me mjekët, ku sot rëndomt nuk kanë buxhete për të pasur një mjek në ekipin e tyre, nuk kanë një kalendar të vazhduar për të bërë analiza çdo 6 muaj, dhe ne e kemi futur me detyrim, po për sportistët elitar që ne japim dhe bursa dhe i çojmë për lojrat olimpike europiane, ato lojrat dimërore apo verore, kemi bashkëpunim me Universitetin e Sportit, me qendër kërkimore shkencore, me rektorin Agron Kasa dhe me zvendës rektorin që është Arben Kaçuri, dhe ne sportistët tanë i njoftojmë përpara që të gjitha ato laboratori që ato kanë i vënë në dispozicion të atij lloj sporti. Pra laboratori ndryshon, ndryshe matet një mundës, ndryshe matet një boksier, ndryshe matet një atlet, një gjimnast, një volebollist apo një basketbollist, që do të thotë
Këto matje e ndihmojnë shumë një sportist, për shembull, ka qenë një sportist i jashtëzakonshëm si Luis Agega, ose si Izmir Smajlaj, ose si Alban Beqiri. Tani kur ti arrin një nivel kërcimi për shembull 8-12, tani duhet gjesh mënyrën nëpërmjet shkencës dhe nëpërmjet laboratorëve që ne kemi në Universitetin e Sportit për të parë ku e ka defektin ky që nuk shkon 8-20. Pra, ka ky lloj muskuli, ka ke krahu, ka të mënyra e ecjes, të vrapimi, të gjitha këto i nxjerrin të metat një sportisti për t'i treguar që ti duhet punosh për këtë grup mushkuj që të shkosh në këtë nivel. Kjo është shkenca, prandaj bota është shumë herë përpara nesh, sepse përveç mjekut sportiv, nëpërmjet fizioterapistit, masazheve të ndryshme që bëjnë, ata kanë dhe dietolog, që do të thotë një sportist do të marri atë lloj ushqimi që të ketë mundësi që ato mangësira që ka në organizëm mund t'i marri nëpërmjet këtij lloji ushqimi që i plotson magneziumin, kaliumin, sheqerin dhe pastaj nëpërmjet vitaminave të ndryshme. Prandaj është një shkencë shumë e gjerë që ne mund të flasim me orë të tëra. President, falenderoj për përgjigjen. Do shkojmë në publicitet dhe rikthehemi pas pak. Vitality Vibes në Top Albania Radio. Rikthehemi në këtë pjesë të dytë të emisionit Miq, me mua në studio presidenti i Komitetit Olimpik Shqiptar zoti Fidel Ylli, por për t'i përmendur presidentit që ne kemi dhe Brianza Dent, dhe kur bëhet fjalë për buzëqeshjen president nuk ka vend për kompromis. Në qendër të Tiranës ju mirëpret Brianza Dent Day Hospital, e drejtuar nga profesor Dr. Luan Mavriqi, me mbi 25 vite eksperiencë në stomatologji dhe implantologji të avancuar. Një staf i specializuar, teknologji bashkëkohore dhe standarde në Day Hospital garantojnë trajtime të sigurta, estetike dhe afatgjata në kushte maksimali, komoditeti dhe kontrolli mjekësor. Me Brianza Dent Day Hospital, transformimi i buzëqeshjes është i menjëhershëm dhe brenda ditës mund t'i keni dhëmbët e rinj. Me Brianza Dent, buzëqeshje me një touch. Me zotin Fidel Ylli miq, presidenti i Komitetit Olimpik Shqiptar, po ndajmë një sër informacionesh për sa i përket fushës së mjekësisë sportive, teksa presidenti përmend që mjekësia sportive është shumë e rëndësishme për mbarvajtjen e sportistëve elitar dhe siç dhe ju e përmendët president, në fakt nëpërmjet Universitetit Sporteve ju bëni matje të detajuara për performancën sa më të mirë të atletëve dhe patjetër për të qenë gjithmonë edhe më jetë gjatë në sport dhe për të pasur ato rezultate që sportistët elitarë që u përmendët sot i kanë dhe i kanë arritur fal edhe mbështetjes Komitetit Olimpik, por përveç se mjekut sportiv, çfarë mendoni ju që i mungon sot sportit shqiptar në aspektin e fushës mjekësisë sportive, sepse mjekësia sportive është e gjerë, po pra ju përmendët nutricionistët sot, përmendët deri diku edhe aspektin edhe të psikologut sportiv që mungon. Pra, a i shikoni si barriera për të pasur një performancë më të mirë sot në atletët tanë? Unë mendoj që gjithçka lidhet me buxhetet. Pra, që ti të kesh një psikolog, që të kesh një masazher, që të kesh një mjek dhe të kesh mundësi që sportistët të paguajnë vitaminat, që janë mineralet, aminoacidet, të gjitha këto kërkojnë para. Dhe këto duhet ja mundsoj jo vetëm sportistëve elitar, që ne kemi mundësi që t'i suportojmë 10-15 sportistë elitar që i japim me bursat olimpike, po këto duhet i marrë çdo sportist. Sepse ne nuk e dim mirëqenien e një sportisti në familjen e tij, sa i ka buxhet e familja e tij dhe sa mundësi kanë ata për të përballuar gjithë këto ngarkesat stërvitore, ku në fundin nëse ti nuk merr këto vitamina që janë të domosdoshme për organizmin, ti nuk do kesh rezultate, do kalosh në stërmundime. Prandaj unë them që sporti sot është kthyer në shkencë vërtet. Dhe gjitha këto që ne folëm janë element shumë të rëndësishëm për të shkuar atje ku ne duam të gjithë tek rezultati sportiv dhe ke performanca e ekipeve tona. Unë mendoj që është një temë shumë e gjerë që a ka peshngritja për shumë mjek sportiv ose mundja ose disiplinat të tjera, pra si përfaqësohen në kompeticione, pra qoftë edhe kompeticionet brenda vendit. Shumë kur ka një dëmtim, a kanë dikë që mund t'i japi një emergjencë, që të ndihmojnë në një emergjencë. Ka një aktivitet
janë të detyruar që të kenë mjekun sportiv dhe jashtë pallatit sportit duhet të ketë një ambulancë. Por këtë gjë këta e bëjnë vetëm kur kanë aktivitete ndërkombëtare që i detyrojnë ndërkombëtarët për të paguar dhe për të thirrur një ambulancë, qoftë nga këto të shtetit që janë 24 orësh urgjencën ose qoftë një spitale private për t'i paguar. Dhe mendoj që kjo është detyra e shtetit që duhet, sepse kjo është ligjore, që nuk duhet futesh asnjë sportist pa bërë analiza, nuk mund të futesh. Pikërisht për këtë do të pyesja. A ekzistojnë federimet në disiplinat e ndryshme sportive që janë pjesë e Komitetit Olimpik Shqiptar? Të gjithë sportistët janë. Kush i kontrollon, se ndonjëherë i marrin fiktive, president? Të gjithë sportistët, do më thënë, janë të federuar në federat, të gjithë sportistët duhet të kenë normalisht një kartel, dhe të gjithë sportistët duhet, përpara se të hynë në garë, duhet të kenë një siguracion. Në rast se këte nuk kanë, se na ka ndodhur një dëmtim me një ish mundës tonë që vajti të përfaqësonte Shqipërinë në një aktivitet në Sloveni, mos gaboj, dhe erdhi puna atje nga një kapje se mundi është dhe sporti vështirë, thyu shtyllën kurrizore. Dhe sot është akoma në terapira është akoma më mirë, po që ka bërë një dëmtim shumë të madh. Dhe mendoj që këto janë të domosdoshme që sportisti jo vetëm për aktivitet ndërkombëtare, po dhe për aktivitete kombëtare duhet të jenë siguruar. Ne për shembull kemi rreth 11.000 fëmijë në ekipe sportive në shkolla çdo vit. Dhe në 4 vjet janë bërë rreth 30 e ca mise dhe mbarojnë shkollën, ikin dhe futen të ri, dhe ne kemi kartela personale dhe siguracion për çdo sportist. Dhe gjatë një gare që po bësh në këto kompeticionet ndërmjet një ekipi të Kavajës dhe një ekipi të Kamzës, njëri na dëmtoi klavikulën tu dhe kemi çuar në spital dhe kishim siguracionin atje. Kur duhet filloj kontrolli mjekësor për sa i përket le themi bërjes së një aktiviteti sportiv, për shembull një mundës, kur i fillon, në të cilën moshë për shembull duhet i filloj këto kontrollet mjekësore? Unë kam filluar mundjen që në moshën 10 vjeçare, kam qenë 10 vjeç. Dhe ne në klubin Tirana kemi pasur kartela, analiza gjaku, analiza urine, radiografia dhe kishim kartel ka qenë Roku. Ka qenë një fizioterapist dhe ka qenë dhe një doktor që ka qenë dhe për ekipin e futbollit, dhe ne bënim analiza periodike, që do të thotë që ti pa analiza nuk shikon dot që si e ke pasur ecurinë në fillim dhe si e në fund të vitit. Pra gjatë stër vitjeve ti do shikosh që do të përmirësonin ndyrnat, ke ulur karbohidratet, ke marrë proteinë më shumë. Të gjitha këto analiza i tregojnë mjekut që ky sportist të performojë më mirë, duhet ketë 1, 2, 3, ka 3 mangësi nga analizat që i dalin. Tani çfarë do t'i bëjmë? Do t'i bëjmë një dietë ushqimore, do të fillosh, do të hash të lloj ushqimi për të përmirësuar që mos kesh as ngacmime, duhet marrësh ushqim që ka të bëjë me magneziumin, me kaliumin, dhe të gjitha këto bëjnë ato që kur ty të gjithë parametrat që ti ke në organizëm, kur i ke të balancuara, ti thua të duket vetja që jam me krah, sepse organizmi jon është në një funksionim maksimal të gjithë parametrave biovitale. Në gjykimin tuaj si ish sportist, tani jo si president, mjekësia sportive ka qenë më mirë në atë kohë apo tani? Unë mendoj atëre sporti pavarësisht ka qenë sistemi komunist, po sporti ka qenë në prioritet. Që do të thotë, kishte rregulla, kishte matje, kishte analiza. Sot është rritur buxheti i sportit, janë rritur performancat e sportistëve, po sikur të ketë dhe një kontroll më efektiv nga Ministria Përgjegjëse e Sportit, që i kanë, se unë për shembull i kam federatat antare të Komitetit Olimpik, si president, si komitet olimpik, i kam antare, dhe federatat kanë asamblenë e tyre dhe kanë pambarësinë e tyre nga mënyra se si performojnë dhe si zbatojnë rregullat që jep qeveria. Ministria Përgjegjëse ka detyrë funksionale për të ardhur, për t'i kontrolluar, për t'i audituar dhe për t'i thënë kam dhënë këto para. Si i ke bërë? I ke bërë vetëm rroga, po i ke bërë dhe mjekësi sportive, i ke bërë dhe bazë materiale, po i ke bërë dhe ushqim për sportistët.
Prandaj them që është një kakofoni për momentin sot në Shqipëri, për sa i përket kësaj teme që është shumë e rëndësishme. President, si ish sportist, dikur thuaj që nuk duhet pije ujë gjatë kohës që bëhet stërvitje. Ajo ka qenë çmenduri. Ne për shembull, Si është tani? ajo ka qenë një ignorancë e gjithë mjekësisë sportive. Vasiu se vendosh. Sepse ne dilnim nga stërvitja ose në një moment, për shembull, unë kam jam stërvitje e klubit Tiranës, ku është kisha ortodokse, aty janë dhe palestrat e mundjes sot, dhe nga etja e madhe, sepse sporti i mundjes është një sport që futet në një aktivitet me acid laktik në gjak, se ka ngarkesa pa oksigjen ndonjëherë muskuli. Dhe ne kishim nevojë të pinim pak ujë. Dhe duke pirë ujë ti oksigjenoje në çik muskulin dhe Po të lejoj të pija, ma. Ai stop thoshe, se është gabim ja bën trajneri jo. Dhe rije 6 orë pa pi ujë. Që trajneri jon ka qenë dhe profesor në Universitetin e Sporteve, jo thoshë është ndaluar me pi, se del nga i nxehti në të ftohtë. Në një kohë që bota sot ujin e marrin me vete, edhe në palestër dhe në stërvitje dhe kudo ka momente që sportisti duhet marrë shishin e ujit, sepse trupi ka nevojë për të hidratuar. Kanë qenë kora shumë të vështira në atë kohë që kemi bërë sportin ne. Sot është më e kollajt, sot shkenca ka avancuar shumë, mjekësia sportive ka avancuar shumë, dhe ne themi si ka mundësi ky Messi dhe ky Ronaldo që në moshën 41 vjeç kanë këtë performancë. President, më duhet të ndërpres sërish dhe shkojmë në publicitet. Vitality Vibes në Top Albania Radio. Jemi sërish bashkë miq në këtë pjesë të tretë të emisionit me presidentin e Komitetit Olimpik Shqiptar, zoti Fidel Ylli, i cili po rrëfet si ish sportist, si president, por dhe me një njohuri goxha të gjatë për sa i përket aspektit të fushës së mjekësisë sportive, por pa harruar që në ofertën e muajit prill, president, kemi dhe kontrollin e sinuseve që vjen nga Intermedica, gjak komplet me sediment, PCR proteinë C reaktive, IgE totale, grafi e sinuseve për vetëm 3.400 lek, e vlefshme në qendrën diagnostike Intermedica 24, sepse në Intermedica live needs care dhe mos e lini t'ju dhëmbi koka si pasojë e sinuseve. Tash ti dua të të pyes pak personalisht, a keni pasojë nga sporti? Fizike. Pasoj, unë nuk kam nej pasoj nga sporti, kam bërë një Me gjithë këto elementet, për shembull që mungonin ushqimet, mos pije ujë etj. Shiko, unë kam qenë sportist, nuk mund të them absolut, kam qenë sportist kampion në mundje në ose në breza, në brezat tuaj, për shembull, si e shikon ata, si shikon ato brezat që kanë bërë sport, janë aktive apo janë të mbaruar? Shiko, varet nga lloji sporti. Unë mendoj që sportistët tanë në ato vite që unë kam bërë sport janë lodhur shumë nga mënyra jetesës që ka qenë, pavarësisht se për kohën sportistët ishin më të privilegjuar se kishin një trajtim ushqimor. Sot unë do kisha ëndër të isha sportist me këtë ego që kam, tisha në këtë kohë sot bëja sport, isha i ri. Kushtet janë shumë më të mira. Për shembull, palestra e mundjes i kishim ne shumë e vogël, një tapet që të furruash koka kur bien tapet, sot janë tapete me standarde. Sot ke mundësi të kesh dhe mjekun, të kesh dhe fizioterapistin. Pra, ka sportist për shembull si Erkan Qerimaj, si Briken Calja, si sportist si Kristi Ramadani, si Luiza Gega, sportist që janë sportist tamam profesionist, që din të ushqen, din të përdorin mjekun, din të përdorin vitaminat. Nuk bësh dot kampion bote, as kampion Europe, pa përdorur mjekësinë sportive. Sipas jush, sporti bën dëm apo bën mirë? Sporti bën vetëm mirë. Sporti bën mirë, çdo lloj sporti që të bësh bën mirë. Ka dy lloj sportish, ka sport për të gjithë, siç bëj unë, për shembull që kam mbi 10 vjet që dal te liçeni, bëj një orë në mëngjes, pastaj bëj palestër dhe shoh stafin tim, Gerti, shokun tat, që vjen dreka e zë sheqeri, që ka qenë një kampion edhe i një kapiteni skuadrës. I kemi vënë ato kanatierët Gerti gjatë natës, president, që dhe më thonë ndonjëherë mua, thot, a do ndalosh ndonjëherë ti, më thonë mua, vetëm punon gjithë ditën fugon, është sporti që më jep të energji.
Nuk është thjesht vetëm natyrë, se ti mund të duash, po s'ke takat. Po, shiko pak, në aspektin me qënë se ju përmëndët Gertin si një sportist elitar dhe për ta përshëndetur që është sekretari përgjithshëm i Komitetit Olimpik Shqiptar dhe ish kapiteni kombëtar i basketbollit, ka një operacion në sup, një dorë të vrarë, një gjuhë të dëmtuar me menisë të operuar, tash ka ca trauma. Tani menisku mund t'i bëhet dhe njeriu duke ecur në rruga të luajë një futboll calcetto. Sporti ka vetëm të mira. Traumat janë normale për njeriu dhe sidomos për mua që kam bërë mundje që kam shpëtuar me veshët pa i dëmtuar, se mund sa ti i ke parë si ka veshët, dhe vetëm një tërheqje ligamentit të gjurit majt. Duhet kisha ftuar dhe një kirurg ortoped nga ana tjetër, president. Duhet kisha ftuar shokun dhe mikun tim. Herës tjetër do ta bëjmë më panel të përbashkët këtë, se duhet të ftojë disa mjek. Por dua të ndalem pak në një episod në një situatë që ju e cekët pak më përpara për sa i përket antidopingut. Pse është kaq i vakët antidopingu në Shqipëri? Do të thënë, dhe patjetër që është po aq i rëndësishëm në sport. Antidopingu është shumë i rëndësishëm për dy arsye. E para, pra, unë kam qenë relator i ligjit sportit bashkë me një grup specialistësh të tjerë. Në Ministrinë e Arsimit kam qenë deputet në atë kohë që kemi bërë ligjin dhe kemi futur dhe vadën shqiptare, që është Agjencia Kombëtare e Antidopingut. Që quhet OCAD sot. Dhe është futur për dy arsye shumë të rëndësishme. E para për të mbrojtur jetën dhe shëndetin e sportistëve, dhe e dyta për të ruajtur dhe imazhin e Shqipërisë në arenën ndërkombëtare. Sepse ne gjithmonë kur dalim jashtë Shqipërisë nuk përfaqësojmë veten tonë. Aty thot Albania, qoftë kur përfaqësohet Komiteti Olimpik, qoftë kur përfaqësohet një federat, që titullin federat shqiptare e jep shteti shqiptar dhe përfaqëson Shqipërinë. Dhe duke pasur vatën shqiptare, ne kemi një hallk parandaluese që nëse një sportist i gënjen mendja, duke qenë se ne kemi ligjin më të mirë në botë, përsa i përket shpërblime dhe pagesa kur merr medalje, dhe që ta kapin atë medalje, nuk mundohen të stërviten mirë, ose të ushqen mirë, të paguajnë një mjek, të paguajnë një fizioterapist, marrin vitamina ose aminoacidet e duhura, dhe të përqendrohen për të shkuar ke medalje, po mendohen se duke marrë një lloj medikamenti që mund t'i shërbejë në fuqinë e momentit, ai jo vetëm dëmton shëndetin dhe mëlçinë e tij, po prish dhe imazhin e Shqipërisë në botë. Dhe prandaj është kërkuar OCAD-i shqiptar për t'i shkuar në mënyrë të befasishme të gjithë atyre sportistëve që duhet marrin çdo vit. OCAD-i duhet marrë listën e të federuarve që bëjnë për aktivitete kombëtare dhe ndërkombëtare nga çdo federat dhe në mënyrë të menjëhershme të shkojë t'i çojë kontroll. Këtë të drejtë ka dhe Komiteti Olimpik. Në të gjithë sportistët që duan të përfaqësojnë Shqipërinë, ne kemi të drejtë në një mënyrë të befasishme të çojmë ose OCAD-in shqiptar ose direkt te vada ndërkombëtare që e ka qendrën në Europë, në Poloni, për t'i çuar kontroll dopingu i sportisti i cili duhet të deklaroj që në fillim të vitit duhet të deklaroj adresën, dhe nëse është ai në Amerikë, ne i çojmë atë dopingun amerikan. Nëse është në Itali, shkon ai italian dhe nuk kanë se ku të shkojnë, dhe nëse brenda 24 orësh sportisti nuk paraqitet në atë telefon që ka deklaruar, quhet i dopinguar dhe merr një penallti dhe ikën dhe përjetësisht nga sporti nëse në dy raste nuk e gjejnë. I pari është penallti, i dyti është përjashtim. Prandaj është shumë i rëndësishëm për ne dhe vada shqiptare, pra OCAD-i shqiptar, ku duhet të jetë her pas here duhet të ketë trajnime të ndryshme me federatat, me sportistë elitar, ku duhet të jetë dhe Komiteti Olimpik. Pjesë kishte një trajnim për para disa ditësh në zyrat e Komitetit Olimpik me sportit, po duhet jenë më të shpeshta që ata të informohen për çdo listë medikamentesh që ndrohet, që ti vjetë e ke marrë një medikament që nuk edhe ty le loti për shumë që ti e merr se thua jam me gryk, qofse nuk e deklaron quhet doping. Pra prandaj them duhet të jemi shumë të vëmendshëm. President, dhe pak publicitet do rikthehemi për pjesën e fundit. Faleminderit. Vitality Vibes në Top Albania Radio.
Rikthehemi në këtë pjesë të fundit miq me presidentin e Komitetit Olimpik Shqiptar, zoti Fidel Ylli, për herë të parë në Vitality Vibes, një emision i cili kushtohet shëndetit. Teksa po diskutonim me presidentin aspektet e antidopingut, jemi sërish aty president, pse nuk bëhen analizat e kontrolleve për sa i përket antidoping, pra për medikamentet të cilët konsiderohen doping në Shqipëri. Pse nuk bëhet kontrolli? Të bëj një rezume shumë të shkurtër me që jemi në fund. Pra, Komiteti Olimpik Ndërkombëtar ka pasur në mbikëqyrjen e vet, ka pasur dhe kontrollin e dopingut të sportistëve, ka pasur dhe kasin. Mbas vitit 2000 është bërë një ndarje, i ka thënë ju keni $1 milion dhe Agjencia Antidopingut është e pavarur, nuk do varet më nga Komiteti Olimpik Ndërkombëtar dhe ju të kasit do keni $2 milion, do krijoni kasin ndërkombëtar që mos keni varësi nga ne. Dhe kjo agjenci tani ka disa standarde dhe ka të përcaktuar që në Europë janë 4 laboratore, nuk i bëjnë gjithë vendet europiane. Po jo, analizat mundi marrësh këtu apo si merr dot fare? Jo. Po ta marrësh kampionin këtu dhe ta çosh atje. Po i merr analizat. Patjetër që analizat i merr. Analizat i merr, pra, vada europiane që është në Poloni, i thot Okadit shqiptar, ja ku i ke sembla, çko filloi sportisti do t'i marrësh analizë. Ja merr analizën dhe ja çon në një laborator të certifikuar. Problemi nuk është këtu. Problemi është sepse është një histori edhe për të qarë dhe për të qeshur. Përpara viteve, diku nga viti 2010-2012, në vadën shqiptare ishin dhe disa mjek, unë për arsye etike nuk dua t'i them emrin, dhe kur i bënin sportistëve tanë këtë analizën e dopingut, ja bënin ke një tualet aty ke Rogneri. Edhe i thoshin, mere këtë tubetën dhe shkoj qik aty ke banjo. Dhe ti imagjino tani të bësh analizë duke shku dhe ti mund marrësh dhe një tubet të i shoku tënd, ta hedhësh brenda e ti u thush e bëra. Në një kohë që vata ndërkombëtare kur bën analizat jo vetëm është atje dhe të shikon organin seksual femëror ose mashkullor në vend, se ka ndodhur që femnat, se është serioze, nuk është përqeshur, fuqin në organin në vaginën e tyre një tub me urinë, i vinin tapën dhe mbanin brenda. Në moment që i thoshin bëj urinë, ishin tapën dhe fuqin një urinë të pastër dhe fuqin. Dhe këto e dinin dhe me dorashka një femër i kontrollonte për të parë që kanë element të tillë në bërjen analizë apo jo. Dhe mashkullin e shikonte atje kur bënte. Pra ky është kontrolli. Jo kontroll merri çik këtë tubin dhe shkoi çik në tualetë dhe bë. Janë shumë strikt bota në marrjen e këtyre testeve. Dhe ne duhet të mësojmë nga ta. Unë nuk e di tamam se si funksionon me Okadin shqiptar, por nuk ka asnjë lidhje as me ministrin, as me Komitetin Olimpik. Këto janë agjenci që financohen nga shteti me një buxhet diku 20-30 milion lekë të vjetra për t'i bërë analizat në mënyrë të befasishme sportistëve, por nuk ka shteti asnjë kontroll. Dhe unë kam ngritur zërin sepse një punojës e ministrisë që është atje ke Okadi shqiptar nuk duhet të jetë pjesë e Okadit, sepse ti nëse je pjesë e një ministrie, nuk duhet të jesh pjesë e Okadit. Okadi duhet të jetë totalisht i pavarur. Si shkojmë ne si Komitet Olimpik Shqiptar në lojrat olimpike në Los Angeles në 2028, domethënë si përfaqësohemi me stafe mjekësore. Ja vjedhim mjekun komshiut. Ne shkojmë kokën lart dhe dhjes gjebosur e bishtin për pjetë. Që të shkosh në lojrat e Los Angeles, unë isha në Itali dhe kam ardhur dje dhe kam pasur disa takime të rëndësishme me ministrin e sporteve, presidentin e Komitetit Olimpik dhe disa president federal dhe më çuan afër Komitetit Olimpik, është një qendër olimpike si parku janë olimpik po më i madh. Dhe po të shikoj aty qendër kërkimore shkencore që varesh nga Komiteti Olimpik, ishte çfarë të them unë. Dhe ne shumë shpejt mjekët tanë që kemi atje do t'i çojmë për trajnim. Ti thua si shkojmë në Los Angeles. Ne shkuam në lojrat olimpike në Milano Cortina me 0 buxhet. Shkuam në lojrat europiane rinore në Maqedoni të Veriut me 0 buxhet, shkuam në lojrat islame me 0 buxhet. Tani si do shkojmë në atje kur ekipi akoma s'është grumbulluar?
Se ne i kemi piketuar sportistët tanë, se japim bursa dhe kemi listën një 30 sportistë nga të gjitha sportet që janë kandidat potencial për të kualifikuar. Por ne duhet të bëjmë trajnime, duhet i marrim këta, duhet i çojmë në një qendër olimpike. Se kemi vetë, duhet i çojmë. Duhet i trajnojmë, duhet kemi mjekët me vete, qofse ti do të shkosh. Dhe për kuriozitet, presidenti i Komitetit Olimpik duke më shoqëruar më tregon, thotë më presidente, shikon atë grupin e fëmijëve atje? Po. Këta janë për lojrat e 2036 që do bëhen mbas Brisbane dhe i kishin të grumbulluar në qendrën olimpike bashkë me familjet e tyre, shkollën brenda dhe talente që i kanë zgjedhur, i kanë piketuar federatat, thoshte, ky është talenti i atletikës, ky i mundjes, ky i boksit dhe këta për 12 vjet do përfaqësojnë Italinë. Kurse ne nuk jemi as për 2008-ën, as për 2000 vitin tjetër 2027 nuk jemi, sepse shtetet janë të mençura, atë që thash në fillim, që ne nuk përfaqësojmë veten tonë. Ne kemi Albania. Ne morëm 2 medalje në lojrat olimpike, Albania thoshin atje. Urime pafund nga të gjithë. Dhe kjo është vëmendja e shtetit, siç ka vëmendje që i jep Komiteti Olimpik $100 mijëra për ekipe sportive në shkolla, duhet të ketë edhe për mjekësi sportive, duhet të ketë edhe për qendër kërkimore shkencore, duhet të ketë një bashkëpunim më të madh institucional, sepse nuk ka kënaqësi më të madhe kur ekipi i futbollit, i voleybollit, i një sporti tjetër nderojnë Shqipërinë, sepse sportistët tanë janë ambasadorët më të mirë që na përfaqësojnë me dinjitet, se ky vend nuk prodhon asnjë gjë. Përveç se medalje dhe sportistë, ku Komiteti Olimpik në këto 5 vite që unë jam në krye televizion olimpike janë marrë 800 medalje nga moshat e reja dhe për të rritur, që është një numër i frikshëm kur e mendon, po janë fakte sepse ka hyrë ligji i gradave, ka hyrë ligji i sponsorizimeve, ka hyrë ligji i shpërblimeve, kur sportistët nuk marrin më rrugën e emigrimit për të bërë për flamuj të tjerë, po bëjnë me dinjitet në vendin e tyre. Duke bërë me dinjitet në vendin e tyre, duke përfaqësuar Shqipërinë, krije kushte më të mira këtu, me mjek, me psikolog dhe me nutricionist që të dinë ç'a do han, ç'a do pinë, si do stërviten. Kjo është shkenca sportive. Shkenca sportive nuk është një sektor, janë disa sektorë. Që ke masazhi, që ka futja në akull, që ke të gjitha ato gjëra që sportisti duhet ta relaksoj mundsinë e tij, psikologu duhet të vijë dhe t'i ndihmojë nga ana psikologjike, se ne kemi, po unë kam qenë sportist i Tiranës, për ta mbyllur ka qenë një rap më pas ka vdekur Lat Dushku. Ai nga i pari te i fundit në palestër i mund të gjithë mundësat. Kur vinte në tapet, i hynte lepur i mbak dhe rrifte dhe një kalamar. Se ishte problem psikologjik, gjë që unë kisha të kundërtën. Qofse në stërvitje jepsha për shembull 70%, gari jepsha 120%. Që do thotë ishte ana ime psikologjike dhe autosugjestioni që unë i bëja vetes time dhe thosha, shokët e mi kanë dalë për dreka, për darka, për lëvizje. Unë po stërvitem 3 herë, si do më mundi ky tjetri? Nuk ka shans. Po të arrish këtë psikologji që unë ja bëja vetes time, këtë autosuggestion, të kesh një psikolog, ti trajnosh, ti orientosh, të kesh një mjek, të kesh një kuzhinier, të dinë ç'a do han, ç'a do pinë. Unë mendoj që sporti shqiptar ka bërë shumë avancime këto vite mbas viteve 90, në rezultate, në performanca, në medalje, por kemi nevojë akoma më shumë që ne të gjitha dijet tona, të gjithë atë laborator të jashtëzakonshëm që ka Universiteti i Sportit, duhet i vëmë në shërbim dhe ministria nuk duhet t'i japi vetëm një buxhet në fillim të vitit, thotë, këto janë lekët që t'jap, tani mos më trokit më. Se detyra e shtetit është të kontrollojë paratë e tyre, të shikojnë performancën e federatave, kush vjen e hap zyrën, kush nuk e hap, që ne të kemi mundësi të kemi njerëz të përgjegjshëm, që kush vjen të merret vullnetar, siç merrem dhe unë dhe shumë president tjerë, ose të lëm punën të shohim bizneset tona. Kur shkon në një punë dhe e merr përsipër për ta bërë, është mirë që mos na ikë nga Komiteti Olimpik Shqiptar, se njerëzit si ju me dëshirën për të çuar gjërat përpara i duan sporteve dhe dinamizmave të tilla. Unë në fakt doja të falenderoja që ndam këtë emision bashk, sepse përveç atyre aspekte multidisciplinare që diskutuam, po në fakt ju keni eksperiencën si nga sporti, si nga vet tani si një mbikëqyrës dhe shikoni më mirë cilat do janë problematikat për ato që ne diskutuam dhe ndam bashkë sot. Duke të falenderuar përzemërsisht që ishe sot me mua dhe për t'i thënë gjithë dëgjuesve që na ndoqën në këtë episod, një fundjavë të këndshme.
dhe miru takofshim edhe bashkë në momente të tjera, dhe për gjithë ata që ndjekin Vitality Vibes, një emision I cili kushtohet shëndetit, që tashmë është dhe në kanalin 10 në digital, ju uroj një fundjavë të këndshme, mos harroni shëndeti është gjithmonë I pari. Natë në mirë dhe miru dëgjofshim. President, faleminderit dhe natë e mirë. Faleminderit, kënaqësi.